Çfarë duhet të kujtojmë kur bëjmë vepra të mira? Kur bëjmë vepra të mira, duhet të kujtojmë që atë vepër që e bëjmë duhet ta bëjmë për hir të Allahut. Se disa thonë që bëj vepra të mira, por njerëzit nuk ma dinë. Nuk më falenderojnë. Madje sa më shumë që jap, aq më shumë nuk ma dinë për nder. Por në Islam është krejt e kundërta. Islami e nxit pamirësinë ndaj atyre që nuk kanë. Por besimtari çdo vepër që e bën për hir të Allahut dhe nuk e bën për të dukë dhe nuk e bën për më ra në sytë e njerëzve që po bëj vepra të mira. Sepse Zoti thot: Inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin. Vërtet Allahu nuk e humb shpërblimin e njerëzve. Andaj çdo vepër që e bën për hir të Allahut, sepse Zoti nuk do ta humb shpërblimin.